Nëse vuani nga dhimbja e shpinës, kjo recetë do ju shpëtoj për gjithmonë. Largoni menjëherë dhimbjet e shpinës pasi mjekët thonë se dhimbja mund të pushojë për disa ditë. Gjysma e pacientëve kanë përjetuar lehtësim brenda 15 ditëve. Dhimbja e shpinës është një gjendje e cila do t'ju mbajë larg kryerjes së obligimeve tuaja të përditshme. Mirë po, për fat të mirë, ekziston një ilaç i madh natyror kundër dhimbjes që përmban 3 përbërës: fiq, kumbulla të thara dhe kajsi. Çdo natë, përpara se ju të shkoni në shtrat, duhet të konsumoni një fik, një kajsi dhe 5 kumbulla. Sigurisht, përsëriteni procesin për 2 muaj dhe në fund ju do të ndiheni veten akoma edhe më të lirë nga këto dhimbje. Provojeni pasi kjo recetë do të sjellë efekte pozitive, mirë po gjithmonë siguroni që të mos e teproni me sasinë.